Marrëveshja e Ohrit nuk është pronë e BDI-s, nuk është tapia e tyre. Kështu thonë nga Vlen, duke shtuar se për 24 muaj prej kur Vlen mori besimin e shqiptarëve dhe kur shënohen 2 vite nga ky besim, janë hapur procese që BDI nuk i hapi për 2 dekada. Për 24 muaj, përfaqësimi i drejtë dhe adekuat më në fund po bëhet ligj, që do të thotë se po e avancojmë marrëveshjen e Ohrit. Për 24 muaj përmes planit operativ për punësim një aset i çmuar i qeverisjes së Vlenit, po hapim mundësi për punësim, vetë punësim dhe mbështetje të rinjve që të ndalim hovin e shpërnguljeve. Për 24 muaj autostrada Shkup-Llac nga gjendja në vend numëro po hyrë dhe po hynë në fazën e realizimit dhe zhbllokimit. Për 24 muaj, koridori 8 nuk përdoret për propagandë, por sot punohet në teren, hapen rrugë, lidhen komunat dhe krijohet zhvillim. Për 24 muaj, decentralizimin e kemi kthyer në politikë konkrete, me mjete dhe me hisen tonë të merituar. Kemi siguruar 100 milion euro për mbi 1200 projekte në komuna. Për 24 muaj zgjidhëm statusin e medresantëve, zyrtarizuam 3 fakultete, po investojmë në kampusin e UNT-s dhe nënshkruam marrëveshje kolektive me universitetet tona. 2 vite mashtrime, 0 rezultate. Në këtë mënyrë janë kundër përgjigjur nga BDI-ja. Sipas tyre, 2 vite pas ardhes në pushtet të koalicionit VMRO Vlen Znam, është bërë qartë se pothuajse asnjë nga premtimet madhore me të cilat Vlen kërkoi votën e shqiptarëve nuk është realizuar. Integristët në komunikat përmendin disa nga premtimet e Vlenit që sipas tyre nuk janë realizuar. Vlen premtoi kushtetut të re që do ta definonte shtetin si të përbashkët dhe të barabartë për shqiptarët dhe maqedonasit. Vlen premtoi avancimin e statusit të gjuhës shqipe në nivel kushtetues. Vlen premtoi përfaqësim të drejtë dhe adekuat, por gjatë qeverisjes së tyre u shfuqizua balancuesi. Vlen premtoi bankë shqiptare, shpërndarje aksionesh deri në 10.000 euro për çdo qytetar, vot të garantuar për diasporën, ministri të diasporës, Akademi Shqiptare të Shkencave dhe Arteve, Muze të Historisë Shqiptare, 6 spitale rajonale, qindra terene sportive, zona ekonomike shqiptare dhe projekte strategjike infrastrukturore që do të lidhnin shqiptarët në rajon. Sot, asnjëra prej këtyre nuk ekziston. BDI në komunikat përmendte edhe premtimet e Vlen për hekurudhën Shkup-Prishtinë, rrugën Tetov-Prizren, portin e thatë në Strugë dhe korridore të reja ekonomike, mbështetje për të rinjt, banesa me 0 interes, por edhe premtimin e Vlenit, siç thonë integristët, për hapjen e dosjeve të komunizmit, dëmshpërblim për të përndjekurit politik shqiptar dhe përfshirjen e ekspertëve perëndimor në luftën kundër korrupsionit.